Nënkryetari i LDK-s Lutfi Aziri është deklaruar për komunikimet e brendshme të kryesisë së kësaj partie dhe luftën që duket se ka nisur brenda partisë, e cila doli e treta në zgjedhjet e nëntëshkurtit. Aziri ka thënë se nga njohuritë që ka, ai nuk beson se ka pasur skem kriminale, duke shtuar se në LDK nuk guxon askush që të fabrikojë vota. Në emër të LDK-s, Aziri tha se ata që kanë prekur në vota do të ballafaqohen me LDK-n së pari e pastaj me ligjin. Unë kam guxim në emër të LDK-s me thënë që ju që keni prek vota keni me ballafaqu me LDK-n më së pari me ligjin më vonë. Ata nuk munden me i shpëtua edhe drejtësisë mbrenda LDK-s, sepse na nuk pranojmë. Me dijen time, me njohuritë e mia dhe me ata që kam mujt me përcjell e me mbulu, LDK-ja nuk e pranon këtë lloj ndikimi e këtë skem. Edhe kësaj here po e them me siguri që nuk guxon kërkush në LDK me fabriku mënyra të marrjes së votës dhe fabrikimit të votës, tha Aziri mbrëmjen e sotme në një emision televiziv. Sipas numrit 2 të LDK-s, ata që kanë futur duart në skema të tilla si anë të LDK-s, ata që i kanë futur duart në skema kanë pretenduar me prek votën e lirë të qytetarëve në Mërgat, me zhvendos vullnetin e tyre. Ata nuk janë të LDK-s, janë të papranueshme për mua dhe LDK-n. Hetimi deri në fund në mënyrë që mos me na lën këtë dank politike neve, sepse nuk është e jona, nuk është LDK-ja ajo që pranon, lejon dhe toleron situate të tilla, ka shtuar më tutje ai. Nënkryetari Aziri tha po ashtu se LDK-ja është ndërtuar me kulturën e debatit të brendshëm, teksa e veçoi veten Arben Gashin si më të zëshmit, ku tha se të njëjtat gjëra që i flasin në kryesi i thonë edhe në publik. Ai po ashtu tha se ka edhe kolegë që nuk flasin në kryesi, por vetëm në publik mundohen të dëshmojnë diçka tjetër. Unë rezervojmë shumë me kategorizuar nivelet të tilla, sepse edhe Arbeni e ka në thonjza skemën e përmendur. Arbeni dhe unë edhe disa të tjerë që flasim atje mrena, njëjtë flasim edhe jashtë, për dallim prej disa të tjerëve që brenda heshtin, janë të kujdesshëm, nuk flasin hiç, edhe masane jashtë me publikun mundohen me demonstru, me dëshmu diçka tjetër, është krejt situatë tjetër. LDK-ja në këtë kulturë është ndërtuar në kulturën e debatit të brendshëm, tha Aziri. Duke komentuar më tej bisedat e publikuara mes anëtarëve të kësaj partie në Viber, ai tha se kushdo që i ka nxjerrë mesazhet nuk i bën der LDK-s. Unë me u nxjerr tash atyre SMS-t mu që mi kanë shkruar, ose Lumira Bigjiku nesër me u nxjerr SMS-t atyre, ata as në sheher s'mund të dalin më. Me tonet e larta Aziri la të kuptohet se zbulimi i së vërtetës do të turpëronte shumë figura brenda radhëve të LDK-s. Me bo me folun çka di në këtë vend, shumë njerëz ju vi marrë me dalë në përqytete, theksoi Aziri.